Përshëndetje. Në këtë video ne do të krijojmë një poster me ekspozim të dyfisht me anë të programit Photoshop. Ekspozimi dyfisht nënkupton fotografi të krijuara duke kombinuar dy ekspozime ose fotografi të ndryshme në një fotografi të vetme. Kjo teknik rezulton në një efekt artistik ku elementet nga të dyja fotot shfaqen së bashku, shpesh të mbivendosura ose të përzjera në mënyra interesante. Fillojmë duke hapur programin dhe duke klikuar në butonin New File për të krijuar një punim të ri. Do të hasni një dritare e cila ju jep mundësi të zgjedhni formën dhe dimensionet e faqes punuese, të cilat janë të ndara për qëllime të ndryshme. Për punimin tonë ne do të klikojmë zgjedhjen poster. Tani fillon faza e punimit të fotografisë. Fillimisht do të marrim një foto nga dosja jonë e cila do të shërbejë si prapavija. Mund të emërtojnë këtë shtresë duke klikuar 2 herë në emrin e tij dhe thjesht do ta çojmë prapavija. Pasi të vendoset fotografia në faqen punuese, përdorim komandën Ctrl+T për Windows ose komand T për sistemin operativ Mac, që do të mund të rizmadhojmë dhe zhvendosim fotografinë sipas dëshirës. Do të krijojmë një kopje të prapavijës e cila do të na nevojitet më vonë dhe kopjen do ta fshijmë duke klikuar ikonën e syrit në të majtë. Tani ne do të ulim dukshmërinë e prapavijës deri në 20%. Pastaj në shiritjen e sipërm do të klikojmë Filter dhe përdorim efektin Gaussian Blur, që t'i japim shtresës së selektuar një efekt turbullimi ose mjegulle. Vlera e rrezës e matur në piksel përcakton se sa piksel rreth çdo pike janë mesatarisht së bashku për të krijuar efektin e turbullimit. Ne do të zgjedhim vlerë 5 piksel. Tani do të punojmë me pjesën ku përqendrohet fotografia ose paravijen. Do të marrim nga dosja jonë fotografinë duke klikuar dhe zvarritur përmes shiritit të poshtëm Taskbar deri në programi Photoshop. Lëvizim fotografinë derisa të jetë e përshtatshme për punimin tonë dhe pastaj shtypim Enter. Po ashtu edhe këtë shtresë do ta emërtojmë. Nga fotografia që sapo futën në program, na nevojitet vetëm figura e inxhinierit, dhe për ta izoluar këtë pjesë nga pjesa e panevojshme, përdorim mjetin i cili quhet Quick Selection Tool. Po ashtu, për punë më të shpejtë dhe më të lehtë mund të zgjedhim madhësinë e fuqës për selektim. Pasi të mbarëm me selektimin, shtypim komandën Ctrl+J në Windows ose Command J në Mac për të kopjuar figurën e selektuar në një shtresë të posaçme, kurse fotografinë fillestare të inxhinierit do ta fshijmë pasi që nuk na nevojitet. Më pas këtë shtresë të re do ta shndrojmë në një objekt inteligjent, duke klikuar me të djathtën e mute mbi të dhe duke klikuar Convert to Smart Object. Kjo do të na shërbejë kur të ndryshojmë madhësinë ose të lëvizim një fotografi brenda punimit tonë me ekspozim të dyfisht që të parandalojë humbjen e cilësisë. Që është thelbësore për rregullimin e saktë të vendosjeve pa pikselim. Gjithashtu kur objektet inteligjente kombinohen me maskat e shtresave, ne mund të rregullojmë përzierjen e ekspozimit saktësisht pa dëmtuar fotografinë fillestare. Tani do ta rishfaqim shtresën e prapavijës të cilën e kopjuam në fillim dhe do ta përdorim si maskim të shtresës nën të, duke klikuar me të djathtën e mute dhe duke klikuar komandën Create Clipping Mask. Siç shihet, pamja e prapavijës është mbivendosur në shtresën e paravijës dhe ka marrë formën e prerjes së inxhinierit. Duke mbajtur shtypur Alt në Windows ose Option në Mac dhe duke zvarritur shtresën e prerjes së inxhinierit në krye të shtresave, do të krijojë një kopje të pa asaj shtresës dhe do të bëjë që kjo e fundit të shfaqet e para në fotografi. Kësaj shtrese do të japi një maskë të saj duke klikuar Add Layer Mask, që gjendet në shiritin poshtë skedës së shtresave. Pas kësaj do të shtypim Ctrl Backspace ose Command Delete
për të mbushur maskën e shtresës me ngjyrën tonë të prapavijës. Dhe si parazgjedhje, ajo është e zezë. E zeza në një maskë shtrese do të thotë plotësisht e fshehur. Pra kur e bëjmë këtë, ne jemi duke fshehur të gjithë shtresën e kopjuar. Tani do të përdorim furçën e cila me ngjyrë të bardhë do të na shërbejë të shfaqim pjesët e fshehura të cilat duam të duken në foto. Zgjedhim që opacity dhe flow të kenë vlera 25%. Tani kemi arritur në fazën e fundit të projektit ton ku do të shtojmë tekst. Teksti mund të personalizohet dhe ndryshohet sipas dëshirës duke klikuar 2 herë në shtresën përkatëse. Këtu mund të zgjedhet trashësia, ngjyra, ndriçimi, hija dhe shumë aspekte tjera të tekstit. Poashtu në pjesën Properties mbi skedën e shtresave mundësohet ndryshimi i fontit dhe stilit të tekstit. Ngjashëm, edhe tekstin mund ta zhvendosim dhe zmadhojmë duke përdorur Ctrl+T ose Command T. Për këtë punim, vendosa që teksti i sipërm të vendoset pas figurës kryesore për t'i dhënë një efekt artistik. Kjo arrihet lehtë duke vendosur shtresën e tekstit ndër shtresën maskuese. Kjo do të bëjë që shtresa maskuese të shfaqet para tekstit. Poashtu për këtë punim do të shtoj edhe emrin tim në pjesën e poshtme të fotografisë. Fotografia jonë është e kompletuar dhe i vetmi hap që na ka mbetur është ruajtja e punimit. Punimi mund të ruhet në një dosje tip PSD, e cila lejon të ndryshosh punimin më tej dhe poashtu mund të ruhet duke eksportuar punimin në dosje tip JPG, PNG ose GIF. Faleminderit për vëmendjen.